Mirë, ne rikthehemi sërish në studio, vijmë të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim do të diskutojmë se një çështje tepër të rëndësishme për vendin tonë. Më saktë, një ëndër shumëvjeçare e vendit tonë. Teksa jemi në një fushat elektorale e partitë kryesore në vendin tonë, por edhe liderët kryesorë të këtyre partive janë fokusuar secili në programet e veta dhe tek premtimet e veta në një sër çështjesh të ndryshme. Teksa kryetari i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore është i fokusuar që pas fitores së 11 majit të merret dhe të shkrijë prokurorinë e posaçme SPAK për një sër faktorësh të ndryshëm të cilët i ka bërë vetë publik dhe me dije zoti Berisha. Nga ana tjetër kemi kryeministrin e vendit Edi Ramën, synimet e të cilit tashmë duket se janë tepër konkrete dhe ajo se çfarë bëhet fjalë është integrimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Për gjatë minutave në vijim do të fokusohemi pikërisht tek kjo çështje, cilat janë mundësitë që Shqipëria të jetë vend antar i Bashkimit Evropian në vitin 2027, ashtu siç e ka premtuar edhe vetë kryeministri Edi Rama dhe që e rithekson vazhdimisht në çdo dalje të tij publike. Teksa do të ndalemi patjetër tek një zhvillim i fundit, që lidhet po me integrimin e vendit tonë në familjen evropiane. Shqipëria ka marrë financimin paraprak të parashikuar në kuadër të mekanizmit të reformës dhe rritjes Bashkimit Evropian. Kjo është pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, ka qenë vetë ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzalo, i cili është shprehur se plani i rritjes nxit ekonominë, forcon sundimin e ligjit, mbështet një Shqipëri më të gjelbër dhe fuqizon kapitalin njerëzor. Për të diskutuar se takon të gjitha këtyre zhvillimeve, më është bashkuar në studio Geron Kamberi, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Geron, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit për ftesën. Geron, duket sikur kryeministri Rama e ka marrë si një sfidë personale integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përpara se ne të ndalemi në detaje dhe të fokusohemi konkretisht tek ajo se çfarë duke ndodhur fondet nga Bashkimi Evropian, grup kapitujt e të tjerë. Dua të marr komentin tënd të përgjithshëm si ke lexuar ti qëllimin e kryeministrit Rama dhe sa e mundur është që në këto momente ne të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë rast, anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si në të gjitha rastet kur ka ndodhur ky proces zgjerimi dhe me vendet e tjera, është një dëshirë e dyanshme. Pra është një dëshirë e vendit kandidat që kërkon të interesohet në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër mos harrojmë që është një proces i cili ka dhe një palë tjetër. Në këtë rast është Bashkimi Evropian. Pra Bashkimi Evropian ka instrumentat, politikën e tij që tashmë njihet me emrin politika e zgjerimit, dhe instrumentat financiare të cilat bën të mundur realizimin e kësaj politike nëpërmjet atyre që quhen instrumentat e para antarësimit për vendet kandidate, siç është në këtë rast edhe Shqipëria, pjesë e politikës zgjerimit si në kuadër të grupit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe pjesë e instrumentit të para antarësimit, siç është ai që quhet instrumenti IPA. Politika e zgjerimit të Bashkimit Evropian përkundër Ballkanit Perëndimor, ne tashmë e dimë që është një politikë që ka të paktën më shumë se 20 vjet, që nga ajo që quhet procesi Selanikut në 19 në 20 qershor të vitit 2003, gjatë kohës që Greqia kishte presidencën e radhës Bashkimit Evropian, por për hir vërtetës në këta 20 vjet, me përjashtim të Kroacisë, e cila u antarësua në Bashkimin Evropian në 2013, vendet e tjera të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor nuk kanë pasur një ecori të kënaqshme përsa përket këtij procesi. Pra, në qoftë se ky proces mendohet që të përfundohet shumë herët, pra ne kemi më shumë se 20 vjet, pra në vitin e 22 tashmë, pra po gati çerek shekulli që vazhdon të diskutohet. Megjithatë ka ardhur një moment që ndoshta situata në Ukrainë e ka rizjuar interesin e Bashkimit Evropian për të ushtrirë në këtë pjesë të Evropës juglindore apo të Ballkanit Perëndimor dhe ka përzgjedhur dy vende, siç është Shqipëria dhe Malezi, që konsideron që vendet janë më gati për të ofruar një datë të mundshme antarësimi, siç është 2030 dhe një kufi për përmbylljen e negociatave brenda 2027-s. Pra, nëse do ta ndanim këtë proces teknikisht, Bashkimi Evropian dhe në këtë rast dhe qeveria shqiptare dhe kryeministri shqiptar mendojnë që brenda 2 viteve do të përmbyllet procesi negociator, pra hapja dhe mbyllja e të gjithë grup kapitujve, të 6 grup kapitujve që ka metodologjia re e zgjerimit, e cila u miratua në
shkurt, në 5 shkurt të vitit të 2020, me këmbgulljen e presidentit të Francës Macron atko, pa një metodologji krejtësisht e re nga ajo që kaloi Kroacia, dhe mbi këtë bazë mendohet që nëse gjërat do rrjedhin pa probleme gjatë gjithë këtij rrugtimi, brenda 2027-s Shqipëria duhet t'i përmbyll negociatat, ku them t'i përmbyll, t'i quhet të mbyllur të gjithë grup kapituit që po negocion tashmë me Bashkimin Evropian dhe të pres ratifikimin e traktatit të antarësimit, sepse dhe i ka një procedurë dhe prandaj është dhënë dhe 2030 si një afat. Gjithmonë duke pasur parasysh që ky proces, të dy proceset, dhe i pari dhe i dyti do rrjedhin normalisht, edhe mos kemi surpriza të caktuara rrugës. Po marrim një rast, nëse një vend antar i Bashkimit Evropian mund të kërkojë që të traktat antarësimit ta votojë jo në parlament, po me referendum. Pastaj mund të krijonte problematika të tjera, por gjithsesi jemi ende në nivelin e hipotezave, por nëse do t'i marrim të mirëqena se si rrjedh procesi nga pikpamja teknike, Shqipëria i duhet të përmbyll brenda dhjetorit 2027. Në një farë mënyrë edhe vetë Rama kërkon që mandati i tij 4 të jetë mandati i Shqipërisë në BE. Çështja e pastaj objektivit, çështja e objektivave politik, partive politike është në diçka tjetër. Më dhënë procesi i integrimit evropian është një proces që ka filluar në 17 maj 1992. Dhe për hir vërtetës në gjykimin tim nuk është edhe është shumë inkurajuese që Shqipëria, edhe nëse do marrim 2030-ën, dikush do të thoshte që na u desh 40 vjet që të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian, pa aq kosa kaluam në regjimin komunist. Ndërkohë që perspektivat e antarësimit mbas rënies komunizmit në vitin 90 ishin shumë optimiste, mendoj që për 10 ose 15 vjet. Gjithsesi, ajo çka ka rëndësi tani për tani është që Shqipëria duhet të kalojë testin e parë në këtë proces, janë zgjedhjet. Patjetër. Dhe mbas këtij momenti duhet të flasim sërish për hapat që duhet të ndjek Shqipëria, që brenda këtij 2 vjeçari që do jetë një 2 vjeçar shumë intensiv, dhe procesi është jashtëzakonisht teknik, me shumë reforma dhe edhe parafrim legjislacioni një kohë shumë të shkurtër, duke pas parasysh dhe kapacitetet administratës shqiptare, pra do jetë një proces sfidues. Por, gjithsesi, ajo që vlen të theksohet është që në këtë rast ne shohim që ka dhe një gatishmëri nga Bashkimi Evropian që ndoshta këtë nxitim të mos ta shohë me lupë, siç është zakonisht, por ta ketë përfshirë dhe atë entuziazmi që brenda këtij mandati të ri të komisioneres von der Leyen të kemi një zgjerim tjetër në juglindje të Europës me Shqipërinë dhe Malezinë. Kuptoj. Ndërkohë Geron, në çfarë faze ndodhen grup kapituit, pra punimi i grup kapituit? Aktualisht Shqipëria ka hapur grup kapitullin e parë, i cili është i pari që hapet dhe i fundit që mbyllet. Ka hapur grup kapitullin e 6, i cili është grup kapitulli me çështjet e marrëdhënieve me jashtë, i cili nuk ka ne shumë element peshë të madhe, por nuk ka rëndësi ka pikpamja e negociatave teknike. Pret të hapë grup kapitullin 2 dhe 3 dhe për të vazhduar pastaj më pas edhe me grup kapitujt e tjerë, sepse siç e kemi thënë nuk është se ndiqet një radhë numerike nga 1 deri tek 6, është në varësi të vlerësimit të Komisionit Evropian dhe natyrisht ajo që është pjesa më e rëndësishme është grup kapitujt që lidhen me tregun e përbashkët Evropian dhe grup kapitulli 1 që është themeloret, ku janë kapitujt e 23-24 që lidhen me drejtësinë, çështjet e brendshme, me prokurimet publike, me statistikat, me kontrollin financiar, cilat, siç e thash, janë të parë që hapen dhe të fundit që do përmbyllen, dhe hapja dhe mbyllja nënkupton se si do të vlerësoj Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian shkallën e gatishmërisë së Shqipërisë, sepse ky është një proces që nuk mbaron me negociata, do të vazhdoj, por për atë proces, për atë moment, si do të jetë vlerësime. Dhe në këtë pikë Shqipërisë duhet të mos bëjë gabime, po them, ose të tregojë një vullnet të palëkundur reformash nga ky moment e derisa të jetë përmbyllja e ratifikimit të traktatit të antarësimit, qoftë të marrin mirëqenie gjithmonë ato kufi kohor prej 2030-s që përflitet edhe nga Komisioni Evropian. Ndërkohë Geron, ashtu siç e përmenda edhe në fillim të kësaj hapësire, Bashkimi Evropian ka ndarë fondet dhe Shqipëria ka marrë financimin paraprak të parashikuar në kuadër të mekanizmit të reformës dhe rritjes në Bashkimin
Europian. Çfarë do të thotë kjo për rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Sa është totali i fondeve të shpërndarë nga vetë Bashkimi Evropian, sa përqind merr Shqipëria dhe për çfarë do të përdoren, se këtu qëndron më e rëndësishme, për çfarë do të përdoren këto financime dhe këto lekë që në fund të ditës na jep Bashkimi Evropian, po mbase mund t'ia kthejmë dy fish nesër. Fondet e Bashkimit Evropian për parantarësimin, siç e dim tashmë, janë të klasifikuara brenda asaj që quhet instrumenti parantarësimit apo IPA, siç njihet. Tashmë ky instrument funksionon që prej vitit 2007. Nga viti 2007 deri në 2030 ka qenë periudha e parë, 6 vjeçare, IPA 1 që quhet, i cili ka pas një fond për Shqipërinë. Pastaj është vazhduar me IPA 2 nga 2014 deri në 2020. Dhe tashmë jemi në fazën e IPA 3, pra po zbatohet, e cila është edhe pak mbaron 2021-2027. Pra në të tre këto instrumenta parantarësimi, Shqipëria ka përfituar fondet të drejt për drejta që lidhen me zbatimin e reformave që ka Shqipëria në mënyrë që t'i parafrohet Bashkimit Evropian. Pra, si thosh, kjo është dhe magjia e Bashkimit Evropian, nuk është thjesht një strukturë që të fton ose t'i kërkon t'i bashkohesh, por edhe të ndihmon të bëhesh gati pra të plotësosh standardet e duhura nëpërmjet tyre instrumentave të parantarësimit që janë instrumenta financiar, pa folur pastaj programet e shumta komunitare ku Shqipëria bën pjesë që pas viteve e 90. Ndërsa asaj që po i referoheni ju, planit të rritjes ekonomike, është një plan i cili u miratuar në 8 nëntor të vitit 2023 nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor me një vlerë prej 6 miliard euro, që cila do shpenzohesh në periudhën 2025-2027 ose më saktë 2024-2027, për një periudhë 3 vjeçare. Ky fond për 6 miliard eurosh do shpërndahet në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, mbas një formule që merr parasysh numrin e popullsisë dhe GDP-n. Aktualisht, mbas kësaj formule, Shqipërisë i ka takuar që të marrë në këtë periudhë 3 vjeçare do marrë një fond për 929 milion eurosh, i cili do të shpenzohet mbas asaj që quhet Agenda e Reformave Kombëtare, që Shqipëria depozitoi vjet në 23 tetor të vitit 2024 pranë Komisionit Evropian, bashkë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse ky ishte një nga kushtet. Dhe në bazë të vlerësimit së agenda reformash, ka filluar tashmë lëvrimi. Ky fond do lëvrohet çdo vit, 2 herë në vit, në bazë kërkesës që bën vendi kandidat, do lëvrohet nga Komisioni Evropian dhe do të jetë subjekt i vlerësimit në mënyrë se si do zbatohet. Ky fond për 6 miliard eurosh, pra që i bashkëngjitet fondit IPA, pra nuk ka lidhje me fondin mirë, është një fond shtesë dhe ka të bëjë me atë që quhet qasja e përshpejtimit e integrimit të përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, pra është një instrument shtesë. 2 miliard do të jenë grante për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 4 miliard do të jenë kredi për buta. Kredi është termi që përdoret, pra të cilat do të zbatohen nga instrumenti. Sa kredi ne janë vendosur mbi shpatulla kreron deri në këtë moment, se duket sikur e kemi humbur numërimin. Natyrisht, ju e dini shumë mirë që çdo shtet sot në ekonominë e madhe globale, natyrisht edhe vende shumë të zhvilluara dalin në tregun ndërkombëtar. Në këtë rast Bashkimi Evropian nuk është një bankë tregtare, pra është një institucion ndërqeveritar, i cili në parimin bazë të ndihmës ka solidaritetin, pra nuk janë kredi me terma shumë të rënd nga pikpamja kredi tregtare. Po prapë kur bashkëngjiten disa kredi të tjera. Natyrisht që ato janë detyrime, do të shlyen, por parimi bazi atyre asaj ndihme është solidariteti, pra që i bën të mundur një vend i kandidat të zhvillohet, dhe natyrisht nëpërmjet Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Evropiane të Investimeve, ai nuk ka termat e një kredie, po themi rifili tregtare, si dalësh në tregun ndërkombëtar financiar, që dalin shumë shtete, edhe të fuqishme, edhe që marrin dhe mbulojnë, si thush, nevojat e tyre për investimet, të cilat mund t'i mbulojnë nga burimet e tyre të brendshme. Ky është një fakt tashmë që edhe Shqipëria nuk është se bën përjashtim që pas viteve 90. Ajo çfarë ka rëndësi është që Shqipëria, si thua, e filloi tashmë këtë proces, ka para më lak se dje, Shqipëria ju lëvrua kësti parë për 64 milion euro, nga cilat 30 milion euro ju dhanë qeverisë shqiptare për ta përdorur mbas të agjendës së reforma për ju kaluar buxhetit shtetit, dhe 34 milion euro do zbatohen nëpërmjet fondit të Ballkanit Perëndimor për investime,
Është një fond i cili bën studime fizibiliteti, bën projekte. Pra fondi i parë është të marrë, pra gjysma e fondit të parë një është të marrë. pjesë 64 milion euro është lëvruar Shqipërisë dhe për këtë pat dhe një deklaratë shefit të delegacionit Bashkimit Evropian Shqipërisë që përmendi ju zotit Gonzato që si tushin kurajoi Shqipërinë dhe e konsideroi një sinjal pozitiv që Shqipëria filloi të përfitojë nga ky fond, siç e thash për Shqipërinë do të jetë 929 milion euro, i cili do të shpërndahet vit pas viti në varësi të prioriteteve që ka përcaktuar në agjendën e reformave. Për hir të së vërtetës është një shifër tepër e lartë. Po, natyrisht që është milion euro. Natyrisht që është një shifër e lartë, pavarësisht nevojat që ka ekonomia shqiptare, edhe shpesh ku bëhet fjalë për fondet e Bashkimit Evropian ka dhe një lloj do thoja, nuk po thoja ankese, por një lloj dyshimi shpesh për mënyrën me cilën ato lëvrohen, sepse Bashkimi Evropian ka shumë kritere, ka shumë standarde, nuk ka ndonjë gjë të keqe nga pikpamja e mirëpërdorimit të fondeve, por shpesh ne jemi mësuar për të pasur rezultate të shpejta dhe për shkak një padurimi që kemi për shumë aspekte që lidhen me zhvillimet infrastrukturore në Shqipëri, por ajo çfarë ka rëndësi është që Shqipëria është tashmë pjesë e kësaj pakete, që pavarësisht zhvillimeve që do ketë, pra Shqipëria do të marrë brenda 2027-s këtë shifër, e cila besoj do të jap një hov edhe një lloj nxitje sektorëve të caktuar, qoftë reformave strukturore, po veçanërisht projekteve infrastrukturore që po zhvilloi Bashkimi Evropian në Shqipëri. Pra, pjesa dërmuese e këtyre fondeve me pak fjalë do të takojë infrastrukturës. Një pjesë kryesisht, një pjesë, po. Që do zhvillohen nëpërmjet pjesa tjetër do jenë për reformat që do të zhvillojë qeveria shqiptare. Për këtë arsye ka paraqitur pranë Komisionit Evropian vjet në 23 tetor, ato që quhet dokumenti i agjendës kombëtare të reformave, ku ka parashtruar se çfarë reformash do të ndjek dhe mbi bazën e këtyre reformave ajo do të përdorë një pjesë të këtyre fondeve që do të jepen nga Bashkimi Evropian. E kuptoj. Ndërkohë, përpos studimit, Geron, çfarë shpreson ti personalisht pa këtë petkun e dijes, e njohjes së këtyre çështjeve të tjera me radhë? Besoj që në qoftë se do të marrim të mirëqen këtë që po sot theksohet me forcë fakti, kam përshtypjen që psikologjikisht kjo tek njerëzit krijon një ndjesi pozitive, pra që më në fund ky rrugtim thash 40 vjeçar. Unë paktën e kam ndjekur që nga fillimet e të smodha, askush nuk do të kishte menduar që ky rrugtim do ishte kaq i gjatë. Pra, më pesimistët thonin që ky rrugtim nuk do zgjaste më shumë se 15 vjet, ndërkohë që optimistët thoshin për 10 vjet ose edhe më herët. Por gjithsesi në këtë duelin midis optimistëve dhe pesimistëve fitojnë gjithmonë realistët, edhe siç duket realistët në atë periudhë thonin që Shqipërisë do t'i duhet kohë. Ndoshta edhe jo kohë kaq i gjatë. Pra nëse do marrim 2030-ën si kufi fundor që ky proces do përmbyllet, janë 40 vjet, po aq sa ka qenë Shqipëria ka ndëtur në regjimin komunist, po aq kohë për të bërë vend antar. Gjithsesi, psikologjikisht, nëse marrim të mirëqen që kjo do të ndodhë, sepse nuk mund të arrijmë të parashikojmë dhe zhvillimet të ndryshme që do kemi deri në 2030, ne po shikojmë që ne po jetojmë në një botë shumë dinamike, me zhvillime të papritura, shpesh edhe të paparashikuara, por urojmë që mos jemi prapë viktime e paparashikueshmërisë në këtë pjesë, urojmë t'ia lejmë si thua parashikimeve, të cilat thonë që Shqipëria brenda 2030-s bashkë me Malin e Zi, dhe ky tashmë është edhe një objektiv që është pranuar nga Bashkimi Evropian, do të jenë vend antar. Natyrisht sfida që ka për shoqërinë shqiptare, për biznesin shqiptar, është që ky është një proces transformimi. Natyrisht ka shumë më tepër mundësi, por ka dhe shumë sfida që shoqërojnë. Dhe besoj që duhet të folur njëkohësisht për të dyja, dhe për sfidat, edhe për mundësitë. Ndërkohë e fundit, Geron, sa rol do të luajnë në këtë rrugëtim këto zgjedhje parlamentare? Pra, sa ndikim, sa do i vogël qoftë ai do të ketë? Patjetër që zgjedhjet do të kenë ndikim, sepse zgjedhjet janë pjesë e standardeve. Neve mos harrojmë që Shqipëria, një nga kriteret kryesore dhe është përgjatë gjithë këtij rrugtimi, Shqipëria është penalizuar jo pak, ka humbur shumë kohë edhe përkundrejt vendeve të tjera, edhe për shkak proceseve zgjedhore, duke filluar që nga 96-ta e duke ardhur deri
Tashmë ka pasur shumë raste kur procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është shkurzuar pikërisht nga proceset zgjedhore ose nga mënyra se si ka rrjedhur zhvillimet politike pas proceseve zgjedhore, dyshimet e palëve politike mbi integritetin e zgjedhjeve, pranimin ose mos pranimin e këtij rezultati, dhe ky është një kriter për Bashkimin Evropian, që është pjesë e kriterit politik, një kriter shumë i rëndësishëm, si thosh është themeli mbi cilin ngrihet gjithë sistemi. Dhe nëse themelet e këtij sistemi lëvizin ose tronditen nga zhvillime pa parashikuara, viktima e parë e kësaj është vetë procesi i integrimit evropian. E kuptoj. Shpresojmë të bëhet më e mirë Geron. Shpresoj. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News dhe për gjithçka që ndave me ne, të gjitha informacionet, të gjitha analizën e situatës, është si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.